Profeti alayhi salatu wasalam e ka qortuar mallkimin. Ndaj kur ka folur domethënë për cilësinë e besimtarit, çfarë ka thënë? Laysa al-mu'minu bi ta'an wala la'an wala fahish wala badhi. Besimtari nuk duhet të jetë asesi sharës, mallkues, ofendues dhe gojë ndyr apo gojë pis. Nuk duhet të jetë asesi i tillë. Domethënë që profeti alayhi salatu wasalam fillimisht fton një herë që të qëndrojmë larg nga mallkimi. Apo kur i është drejtuar gjinisë femrore dhe u thot jepni sadaka o ju gra dhe kërkoni bëni istikfar sa më shumë se unë kam parë që ju jeni pjesa dërmuese e banorëve të zjarrit. I thot njëra prej tyre, i thot i dërguar i Zotit, për cilin shkak? Pra profeti alayhis salam nuk po flet se pse jeni femra, absolutisht. Për cilin shkak? Thot ju mallkoni shumë dhe jeni mosmirnjose shumë. Pra këto dy sifate, këto dy cilësi, kudo që gjenden, në u gjendshin tek mashkulli apo tek femra, se nuk përbën dallim domethënë gjinia, që e kanë burim për të shtyrë për në zjarr rrujën e Zot. Ndaj, profeti alayhis salatu wassalam domethënë e ka mohuar kategorikisht dhe ja ka mohuar besimtarit që besimtarit jetë sharës apo ofendues. Edhe kur ka ndodhur që në syt pejgamberit alayhis salatu wassalam domethënë dikush ka sharë tjetrin, profeti alayhis salam është ngritur dhe ka thënë ti je një person që ke mbetjet xahilietit, pra nuk mundet besimtari me qenë ofendues. Ose kur dikush shante, ofendonte apo mallkonte Ebu Bekrin dhe Ebu Bekri në shenjë autoriteti dhe respekti për profetin alayhis salatu wasalam ulte kokën, çfarë ndodhte? Heshte pra prej pejgamberit alayhis salam, profeti buzëqeshte. Në një çast ia kthen ose i kundërvihet ai Ebu Bekri radhiyallahu anhu, qoftë me të sharën ose qoftë me mallkimin. Në rastin konkret ngrihet profeti alayhis salam dhe largohet. E pyet, i vjet nga pas Ebu Bekri dhe i thotë i dërguari i Allahut, kur ai shante dhe ofendonte ose mallkonte, ti buzëqeshje. Kur ju kundërvura, ndodhi e kundërta. Profeti alayhis salam çfarë i tha? Tha për sa kohë Ebu Bekri që ti nuk reagoje, pra nuk ju kundërvura ti, një melek i qëndronte tek koka thonte dhe mbi ty.